والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet, selamet, pejgamberit ton Muhammedit a.s. ja dërgojmë. Vëllezër, së pari e falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin ton për mirësitë e tija të shumta, dhuntit e tija që i ka dhënë ndaj robëve të tij. Po ashtu një gjë e tillë pastaj na bën obligim që edhe të falenderojmë edhe krijesës së tij, krijesës Allahut subhanahu wa ta'ala. E tash bëhet fjalë për të vëllezërit të cilët sot përgatiten iftar, ku në këtë iftar po edhe të tjerët vëllezër që kanë përgatitur, nuk i harrojmë të gjithë të cilët kanë përgatitur iftar dhe ju kanë dhënë iftar agjëruesve. Për këto Muhamedi a.s. ju ka dhënë një mishë të madhe në këtë botë me plot sevape, po ashtu edhe botën tjetër me shpërblimet e pashumta dhe të panumëruara, përblimet e shumta dhe panumëruara tek Allahu xhelleshanuhu në botën tjetër. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: "Men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih, ghayru annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'." Ai cili bëhet shkaktar dhe jep iftar dikujt, ai ka sevape një lloj sikurse ai i cili ka hëngër. Do me thonë, ai ka sevapet e tija të agjërimit, pronari që ka dhënë iftar, ka shtru iftar, i ka sevapet e tija për ato edhe për agjërimin e tij që ka agjëru, po ashtu ka edhe sevape aq sa ato të cilët kanë marrë pjesë në atë iftar. Kjo është me të vërtet vëllezër një mirësi e madhe që Allahu xhelleshanuhu në këtë mënyrë edhe i qeros i shpërblen në robërt e tij të sinqert. Do të flas pak pasi që jemi në natën e 23 të këtij muaji, të muajit të bekuar të Ramazanit, dhe jemi po ashtu edhe në 10-shin e fundit, 10-shi i art i vitit, janë 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith cilën e përcjellën Imam Buhariu në Sahihun e tij, nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal: "Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Kërkonja, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ibadet me përkushtim, me lutje dhe dua, natën e Kadrit në 10-shin e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Me hadithin tjetër thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, cilin e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga Ebu Saidin al-Khudri, një sahabi i cili është prej atyre që shumë hadithe nga Muhamedi alayhi salatu wassalam i kanë dëgjuar dhe na ka përcjellur neve. Thot, ka thonë Muhamedi a.s. "Inni ra'aytu lejletel qadri, wa inni nussituha au unsituha." Tha Muhamedi a.s. kërkonja natën e Kadrit. Unë ato e pash, mu shfaq qartë se kush ajo, kur është ajo natë, cila është ajo natë. Por thot, inni nussituha, me të shdit, nussituha, ndul prej mensh. Unsituha, u bo dikush tjetër sebeb që e harova. Pastaj tha Muhamedi a.s. "Faltamisuha fil ashril awakhir min kulli witr." E kërkonja natën e Kadrit në 10 netët e fundit në secilën natë e cila është tek 21, 23, 25, 27, 29. Kjo është ajo. Një sahabi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai është betu në Allahun subhanahu wa ta'ala, emrin e ka pas Unais, është betu në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ka thonë, une dhe çdo herë ai e ka ndjek, e ka praktiku këto dhe ka thonë nata e Kadrit, ka thonë hiya lejletu thalithi wal 20. Edhe e ka zbatu këtë çështje në çdo vit, ai ka kushtu rëndësi kësaj gjëre shumë të madhe, natës së Kadrit më,
natën e 23 të muajit të bekuar të Ramazanit, se dhe aje tregon një gjë që edhe njëherë u përsërit, thot Muhamedi a.s. pasi që kish pa një ëndër, se ai në natën e Kadrit bën sejdë në ujë dhe në domethën toka ku është e lagur në lloç, e thot mëngjes e pashtot ballin e tij ishte me të vërtet i lagur dhe i zhitur domethën me balt, për arsye kishte rahat natë shumë shi, e në vendin e sejdës ku ka bën Muhamedi a.s. ai e zhiti ballin e tij. Për ato ki sahabiu Unesi e ndiqte gjithmonë këto dhe thonte unë jam i bindur se ajo është nata e 23. Vëllezër, Allahu subhanahu wa taala atë shumë ai që e don në robin e tij, ne me të vërtet këto nuk mundet ta paramendojmë. Atë shumë që Allahu xhelleshanu kujdeset për robin e tij, sa që as edhe prindi një gjë të tillë nuk mund ta bën. Ne e dim vëllezër, edhe secili prej nesh e ka zbatu kur e marrim një fëmijë të vogël, 1 vjet apo 2 vjet, edhe çka bëjmë, dëshirojmë me to, me thonë pak t'ja bëjmë qefin, e kështu me radhë, e gjujmë lart për pjet. Ti e gjuhë ndoshta edhe 2 metre lart, ose 1 metre, 1 vjeçar, 2 vjeçar, ai keshën kënaqet edhe është i sigurt 5 pare nuk jep. Pse? Është i sigurt se ti prap do ta kapësh. Ai tjetri që hipën në aeroplan, edhe thot kjo lini, kjo agencion me të vërtet i ka aeroplanat e mirë, pilotat e kështu me radhë, nuk ka ndodh asgjë dhe je i sigurt. Ai tjetri ja dërzon trupin mjekut dhe e din se mjeku i ka tregu që prej këtu deri këtu kom me të pre e kështu me radhë, i tregon thot që ka çdo të jetë plaga. E do ta nxjerr këtë organ e gjëja tjera dhe ki rini i rahatshëm se thot ki është mjek, ki me të vërtet ka përvojë, ka diplomë e kështu me radhë. Ai tjetri për herë të parë kur s'ka pa kermesi, hinë për ta marrë lejen e vozitjes, patent shoferin, edhe ai me njerë ja dërzon kerin, edhe kishe kere plot në qytet, por është i sigurt, pse në anën tjetër është ai tjetri që ka mëson mësuesi, dhe ai e ka frenën, i ka dhe ai në anën tjetër të gjitha çështjet dhe ki është i sigurt. Ai shikoni vëllezër njeriu sa i mbështetet njeriut kur mendon se ai është i sigurt. Se ki nuk e dëmton. Shikoni Allahu subhanahu wa taala tregon diçka në Kur'an e cila është shumë e madhe. Allahu këto e ka shpallur në Kur'an, për këto kjo është fjala Ibrahimit a.s. Dhe me thonë Ibrahimi a.s. ju tha, ku Allahu xheleshanu tregon në Kur'an, popullit e tij pasi që i bani davet, e ju i adhuroni ato të cilët nuk ju sjellin as dom as dobi e kështu me radhë. Ma në fund çka i tha Ibrahimi a.s. Fema dhannukum bi rabbil alamin. Ej, po çka mendoni juve për Zotin e gjithë botrave? Unë i ceka këto si shembull vëllezër, se sa je i sigurt te filani, te tjetri. Por vetëm ta mendojmë këtë ajet, edhe ta studiojmë këtë ajet, është me të vërtet që me qëndru një natë tërë vetëm duke e përsërit këtë ajet. Fema dhannukum bi rabbil alamin. E çka mendoni ju, çka është mendimi juaj për Zotin Rabbul Alamin, Zotin e të gjithë botrave? Prandaj ai i cili është larg rrugës Allahut subhanahu wa taala, me dit ai se Allahu subhanahu wa taala sa e pret ato që ai t'i kthehet Allahut xhelleshanu, t'i kthehet fesë Allahut, nuk do ta kishte marrë gjumi prej gëzimi. Fema dhannukum bi rabbil alamin. Robi i cili disa herë e ka plon, ndoshta edhe lodhja, e ka plon përtacia, le ta mendoni këtë ajet, fema dhannukum bi rabbil alamin. Çka mendoni ju për Zotin e gjithë botrave? Sa i mëshirshëm është ai, sa ju don ai subhanahu wa taala. Sa gëzohet Allahu subhanahu wa taala kur dikush pendohet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar një hadith, shumë madhështor, kur Allahu xhelleshanu aq shumë gëzohet kur dikush pendohet, edhe më shumë se sa ai personi i cili e humbi devën e tij në mesin e shkretirës. Në mesin e shkretirës. Imagjinoti në deve e kishte, tregon Muhamedi alayhis salatu wasalam si një shembull, thot një ka qenë në shkretir dhe u ka ult pushonën në hijen e një dronit. Ati e ka pas devën pranë tij.
edhe te devja e ka pas hajen, pijen, ushqimin, të gjitha çka i nevojitet. Kur pa pritmas i ikën devja në shkretëri dhe kiçka e hubën shpresën. Dhe me thonë, jo puna se i iku devja, po çka me bo dikush vëllezër në mesin e shkretinës, nëse nuk ka me hangë, me pi. Po edhe nëse ka ushqimin, pa transportin shkretirë, s'mundesh me i dal në qoshtë edhe me shputu. Pastaj çka bani ki, pasi që u lodh duke e gërkuar ato, ushtri me një vend dhe e prit të caktimin e Allahu Gjeleshanu që të vdese. Ashtu dhe humbi vetë dijen, a besoni pa pritmas i hapën sit, kur e shet devën para këti. Devja të koka e këti. Prej gëzimit madh ki çka bani, vend që ta falemenderone Allahun Gjeleshanu e humbi vetë dijen dhe çka tha, Allahumme, enta abdi wa ana rabbuk, o Zot tha, unë jam Zoti jo ti robim. Prej gëzimit madh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu Gjeleshanuhu, këti ja fali dhe Allahu kisa u ka gëzu kër e ka gjetë devën. A mund përshkruhet kjo? Wallahi nuk mundet askush ta përshkruane sa u ka gëzu ki kër e ka gjetë devën. Edhe pse për jetën e vete me shputu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, vallahe Allahu ma shumë gëzohet kur dikush pendohet, ja fillon namazit, fillon agjerimin, kur motra muslimane mbulohet, udhëzohet, ai tjetri e braktisën alkoholin, ai tjetri e braktisën automatin, ai tjetri e braktisën haramet, le ta dine se në këtë moment e ka gëzu Allahun, edhe ma shumë se sa ki personi që u gëzu, i cili e gjeti devën e ti. Tregon me një hadithi o sahih, e ka nxjerrë Imam Buhariu nga Omeri radiallahu ta'ala anhu thot, ishim një ditë me Muhamedin alayhi salatu wassalam, edhe vlezër lufta ka pasur në çdo kohë, në çdo periudhë, në çdo kohë të pejgamberëve të Allahut. Kurse luftat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ato kanë qenë mëshirë edhe për armikun, edhe për tjetrin, edhe për muslimant, edhe për jo muslimant. Luftrat e Muhamedit alayhi salam kanë sjell paqë, siguri, mëshirë e të gjitha të mirat. Thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, pasi që përfundoi lufta, edhe në anën tjetër është një grua. Ajo e kish hup fëmijën e saj, të vogël, 2-3 vjeç. Vraponte dhe çdo herë kur shifte një fëmijë, e kthente ka ajo, e shikonte mirë edhe pastaj e lëshonte. Pastaj kështu vepronte ajo. Një fëmijë derisa e gjet fëmijën e saj. Kur e gjet fëmijën e saj, filloi ta përgdhel, ta puth, ta shtërngon, e puth flokët, e puth durët. E Muhamedi alayhis salam me sahabët e shohin këtë grua shumë interesant. Çka është duke vepruar ajo? Ajo për gëzimit, kush e disa herë, kthente ftyrën e fëmijët vet, e puthte. Ja puthte domethënë çdo gjë, komët, durët, për gëzimit se e gjet. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve, hal tadhunnuna anna hadhihi al-mar'ata tatrahu bi waladiha fi an-nar aw taqdhifu waladaha fi an-nar? Tha Muhamedi a.s. Çka mendoni, tha, që kjo grua, a mundet që këtë fëmijë me e gjujnë zjarë, ta marrë ta gjujnë prej një kodre? Ata thonë, la ja Rasul Allah, wa qad sana'at ma sana'at. Jo i dërguari Allahut, aho çka boni ajo derisa e gjet? Ajo është duke fluturuar prej gëzimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, kushtoni rëndësi kësaj fjale çka tha. Lallahu ashaddu hubban bi abdihi min hadhihi al-mar'ata bi waladiha. Allahu tha, e don robin e tij ma shumë se sa kjo grua çka e don fëmijën e saj. Duhet ta dim ne se vallahi as prindrit ton nuk na don ma shumë se Allahu subhanahu wa ta'ala. As prindrit ton nuk na don ma shumë se Allahu xhelle shanuhu. Pse? Prindri mund të do të ti, por nuk e din se ati të e dhoj dashurie, apo të aje qështje që ja i përpiqet të ta ofrone, apo të investone ati, është dëmë për ti. E Allahu Gjelleshanu nuk të ofron ti kur të dëmë, ti largon të gjitha këqijat. Shqyqoni që ka thot me një hadith Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe këto hadith e kanë gjerë Tirmidhiu, po ashtu edhe Tabarani, Tirmidhiu në sunenin e ti dhe Tabarani në muaxhemin e ti. Sheikh Albani thot hadithi është hasan.
Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Qatadet ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni vëllezër, çka thot Muhamedi alayhi salam. Si e përshkruan Muhamedi alayhi salatu wasalam dashurin e krijuesit me krijesën e tij. Thot Muhamedi alayhi salam, a që mbas ka zhurm, ganz am Ende jemand redet, das ist nicht gut, Bruder. Wenn wir das haben, muss man zuhören. Versteht man oder versteht man nicht? Und nicht miteinander reden. Wer will reden, gibt es andere Plätze zum Reden und zu diskutieren. Aber nicht hier. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allahu abdan hamahu kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu al-ma. Kur Allahu xhelleshanu e don një rob, shiqo çka bën? Allahu e mbron ato. Në çfarë mënyre e mbron? Idha ahabba Allahu abdan hamahu. Kur Allahu xhelleshanu e don një rob, e mbron. Kujdeset për të. Në çfarë mënyrë? Kema yadhillu ahadukum yahmi saqimahu al-ma. Atë shumë kujdeset Allahu xhelleshanu për robin të cilin e don, si kurse dikush prej juve i cili qëndron kujdestar për të smurin e tij, për vajzën, për djalin, për nonën, për gruan, ton natën kujdeset dhe nuk e le me pi as edhe ujë, për arsye se kanë thonë uji është i domshëm, mos me pi ujë. Këto ditë 3 ditë mos me pi ujë. Allahu subhanahu wa taala kujdeset. Çfarë mënyrë? Shiqoni vëllezër si kujdeset Allahu. Ti kur përpiqesh me arrit diçka prej dunjos, Allahu ta largon. Ti ndoshta bëhesh nervoz. Po unë sa kom investu për këtë çështje, po unë me shpirt e prit çka këtë punë. Unë e desha shembull ose filanen me martu, ose anas sjelltash. Allahu kur të don ti largon të gjitha ato çështjet që ta shkatrojnë ahiretin. Ti nuk e din. Ama Allahu subhanahu wa taala kujdeset për robin e tij. Kur e don Allahu xheleshanu dikon. Ti nuk e din a don Allahu subhanahu wa taala nuk don. Ama Allahu pse don? Mos është kjo çështje fatit. Allahu thot kush të vine i pari në treg që ato do ta du, jo. A e dini cilin e don Allahu xheleshanu? Atë të cilin sheh Allahu sinqeritet në zemrën e tij. Mendje madhin Allahu xheleshanu nuk e don. Ati cilin burret nuk e don Allahu subhanahu wa taala. Allahu xheleshanu i don wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. I don robët e Allahut të cilët kur hecin tok hecin me qetësi, nuk hecin me madhsi. Si Luqmani kur e këshilloi djalin e tij tha, mos ec me mendje madhsi në tok, mos i rapat komët, mos i ço, me thonë se to Allahu xheleshanu nuk i don. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i don robët e tij të cilët janë të modest, janë thjesht, nuk përpiqen me dalë mbi të tjerët, nuk përpiqen me u tregu, tregojnë modesti vëllezër. Në Islam çka është më rëndësi modestia? Shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam pse arritën këto? A do me thonë me namaz e diçka tjetër, po se po namazi, ama ato nuk kishin fare kibri, nuk kishin fare mendje madhësie, ato ishin të thjesht. Prandaj edhe tjerët armiqet, persianët, e romakët thoshin si, këto me na sundu neve, këto janë primitiv, arapët e shkretirës, edhe sot i sheh dikush kur poston gjoja, ato deves e të përpiqen në me fjalë dita me po vëllezër. Prej atyre e zgjodh Allahu profetin e fundit. Prej atyre e zgjodh Allahu Kur'anin. Prej atyre e boni Allahu që Islamin ta përhapin gjithë botën. I pëlqen dhe kuja pas i pëlqen. Se ato ishin rob thjesht, nuk ishin mendje madh. Ato tregoshin modesti ndaj të gjithëve. E prandaj Allahu xhelleshanu i don robët e tij të cilët janë të sinqert, por janë edhe të thjesht. Nuk përpiqen të mburen ndaj të tjerëve. Tregojnë modesti, et-tawadu në gjuhën arabe çka i thon. Thot Muhamedi alayhis salam, men tawada'a lillahi yarfa'uhu, ai cili tregon modesti e ulën vetëm për hir të Allahut, Allahu e ngren ato. Prandaj ne kena pa edhe në botë shumë raste. Kur sa herë janë përpjek dikush
apo grupa me nënshmu dikund, me ul, me poshtërsu, me hub vlerën, Allahu xheleshanu e leja pak ndoshta të vune, pastaj e ngrej lart. Të gjithë tjerët dështojnë, gjithë tjerët dërzojnë, e atë që jënë përpjek me nënshmu me ul, Allahu subhanahu wa ta'ala e ngren. Prandaj Allahu i donë rob të sinqert. Kur Allahu sheh sinqeritet të dhe një njeri, vallahe janë dalon ati të gjitha gjërat, edhe psa i ka drejt me shku, po Allahu nuk ja mundson ati me bo haram, nuk ja mundson Allahu ati me u bo i pasur, kur Allahu e din që pasuria e shkatron këto. Allahu ndoshta nuk i jep edhe shëndet shumë, nëse e din që shëndeti këti do të bëne zullum dhe pa drejtësi. Ndoshta Allahu xheleshanu nuk e bon të aftën në aspektin mendor shumë, për arsye se thot ki kjo nuk është e mirë për këto. Ki ka pasaj ndoshta me i te i kalu kufin, e Allahu kur shef sinceritet dhe modestit e robi i ti, e mbron ashtu në të mënirë, si kur që gjithë dikush qëndron, sa here që kush qëndron ndaj fëmijut vajzës e ti, kujdestar derin mëngjes, e ruan ato, e mbron, mos me pi ujë, mos me bo këto, për arsye se kjo e ja dëmton shëndetin. A e shikoni vëllezër, çfarë Allah ne e kena, çfarë krijues ne e kena. Fema dhannukum bi rabbil alamin, e çka mendon ju për Zotin e alamin, krijuesin e gjithësive. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, subhanallah. Paska me një hadith dhe do ta përfundoj. Men radhiya billahi rabban ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. E ka shiju ëmbëlsirën e imanit. Valla imani ka ëmbëlsirë vëllezër, me të vërtet. Ki imani, besimi, duhet me ashiju muslimani ëmbëlsirën, ka shije të mirë, të knaqen. E thot Muhamedi a.s. këtë shije ka shiju ai i cili është dakord me Allahun që është Zoti jonë. Diçka të regova unë për mëshirën, dashurinë e Allahut ndaj robit të tij. Kurani është plot, hadithet janë plot me një gjë tillë. Dhe është dakord dhe i kënaqet me fenë islame si feja ati. Vëllezër, feja islame është feja Allahut. Feja islame është feja e Ademit deri te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet me qeni kënaqet me këtë fe. Nuk ka si kjo fe. Për arsye se s'ka fe tjetër që kjo është Islami. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islamu. Nuk ka fe tjetër. Jo sot, jo para 100 viteve, jo para 1000, prej kur ekziston kjo tokë dhe para se të ekzistone kjo gjithësi dhe kjo univers. Pastaj dhe t'jesh dakord me Muhamedin a.s. si profet jonë. Gjithë profetet jonë të mirë, jonë devotshëm dhe të sinqert, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më e mirë, më e dashur, më e përsosur e Allahut subhanahu wa taala. Me ka që përfundoj, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk. Kushtoni vëllezër kësaj nate rëndësi, se është prej netëve tek, është nata e 23 e muajit të bekuar të Ramazanit. Inshallah mund të jetë nata e Kadrit, e ai i cili ja qëllon natës së Kadrit me dua, lutje, ibadet, thot Muhamedi alayhis salam, men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai i cili qohet bën ibadet, adhuron Allahun natën e Kadrit, Allahu xheleshanu ja falen atij të gjitha mëkatet e kaluara. Allahu i shpërblet për të